Sikur se thash, do të shkojmë në Kosovë në këtë pjesë të tretë, do të lidhemi me analistin Jeton Halimi për zgjedhjet. Përshëndetje, faleminderit që jeni me ne. Përshëndetje, faleminderit, kënaqësi. Kosova ka kaluar një tjetër proces të rëndësishëm zgjedhor. Si e vlerësoni ju ecurinë e zgjedhjeve, standarde demokratike, por edhe pjesëmarrjen e qytetarëve në këtë proces? Po nderuar, tash Kosova është thuja që ka marrë një farë strategji për organizimin e zgjedhjeve. Këto janë zgjedhje të sata me radhë brenda 16 muaje dhe besoj që këto nuk është dashur me shkushtetin në zgjedhje, për ja pra politika Albin Kurti dhe Lëvizja Vendosë kanë dashur me shku në zgjedhje. Besoj që e kemi kaluar edhe një test mirë si shoqëri dhe si shtet dhe ju kemi kallëzuar të tjerëve që dimë organizoj zgjedhje, po tash është randi tjetër që mbas certifikimit të zgjedhjeve nga KQZ-ja si organi vetëm shtetënor dhe duhet të mblidhen krerët e liderëve partijak. Besoj që këtë ka në dorë zoti Kurti si fituesi i zgjedhjeve të 7 qershor të këtij viti dhe duhet të organizoj takime o të përbashkët o veç me partitë politike dhe duhet të bëjë marrëveshje politike për të krijuar institucionin e Kosovës dhe për ta zgjedhur presidentin. Dhe shpresoj që këto zgjedhje të jenë të fundit deri në mandatin e ardhshëm 4 vjeçar. Lëvizja Vetëvendosje rezulton sërish forca e parë politike, por me një numër më të ulët deputetësh, krahasuar kjo me mandatin e kaluar. Çfarë mesazhi mendoni se kanë dhënë votuesit me këtë rezultat? Po nderuar, faleminderit shumë e mirë këtë pyetje. Gjithandaj shtrohet kjo pyetje pse e kanë ka ky rezultat nga Lëvizja Vetëvendosje. Është shumë e thjeshtë. Albin Kurti nuk ka dashur të bashkëpunojë me ish opozitën dhe ka dashur të kapë të gjitha institucionet e shtetit. E kemi parë edhe nga televizioni ju, i respektuar që opozita në vitit kalu të zgjedhjeve gjatë negociatave ka kërkuar kandidat, çështja është për punën e presidentit apo presidentës së Kosovës ose kandidat apo kandidate të konsensual, pa libres partijake ose marrëveshje politike klasike. Dhe Albin Kurti asnjë nëse ka dashur dhe ka dashur një president kukull që duhet të ngojë Albin Kurti që për te aty në Sande Sovrani që ka dhënë atë mundësi dhe nuk është dashur dhe shumë mirë ka bëu opozita që s'ja ka dhënë atë mundësi. Dhe shkojmë më tutje, unë mendoj që kjo kryenësia e zotit Kurti dhe me 51% me qështetin në zgjedhje u kon shumë të qartë, vetëm një qëllim, edhe për opinionin e televizionit tua ka dashur ta kap kryeprokurori i shtetit mos ta emroj një njerëz siç është zoti Berimi Sufaj dhe për te aty në senë ka dashur të qetë edhe aty një njeri kukull dhe të manipuloj me gjithë institucionet që është e donshme, se institucionet janë të shpërndara edhe me ligj me kushtetut, edhe pushtetit, legjislativ, ekzekutiv, gjyqësor, ETJ, dhe këtë Albin Kurti nuk do ta pranoj vetëm me një qëllim se ish ministrat e tij në qeveritë e kaluar janë aktakuza dhe mundot ta kap institucionin e akuzës që ishte Këshilli Prokurorat KPK dhe don ta qet një kryeprokuror kukull e përsëris apet vetëm për ta eliminuar zotin Isuba që është e donshme se një njerëz që është kombëtar, njerëzor, profesional dhe pas një aferi korruptive, zoti Berimi Isuba edhe i shërben në sistemin juridik që sa vite vetëm se Albin Kurti ka inati dhe ka fol publikisht edhe kuvendin e Kosovës kundër Isubit dhe ka sulmuar sa herë dhe ende mundohet, po e ka të kohë se Berimi Isuba është shumë profesional, një njerëz që ka luftuar me Sali Qekun, Agim Ramadan në malit të Kësharës dhe është me punë, me nder dhe me respekt. Albin Kurti vetëm mund të korritet dhe nuk mund të gjenezoj një njerëz që zoti Isuba, se pushtetet janë të ndara, e thash, merret legjislativ, ekzekutiv, gjyqësor dhe Këshilli Prokuroral dhe unë mendoj që kjo kryeniësi e qumës në shtet e ka bërë vetëm një qëllim, t'ja bëj opinionit në Shqipëria të vëllezërit tonë, se Albin Kurti ka dashur me kap Këshillin Prokuroral, veç ka filluar me kap dhe kryeprokurorin dhe shkumja në zgjedhje e ka gjobitër dhe e ka zhbër sovran, e ka dëmtuar me plot merit se çdo politikan. Shto këto dhe Albin Kurti Lëvizja Vendosje që ka dashur të bëj manipulim dhe kalkulime politike e ka marrë këtë gjynëzim dhe ka me marrë apet gjynëzimin nëse mënyrë hipotetike do të mos të shën shtetin në zgjedhje. Duke parë shpërndarjen e mandateve, sa e lehtë apo e vështirë do të jetë krijimi i shumicës parlamentare? Po siç po shifet tash, Albin Kurti nuk mund t'i themeloj institucionet e Republikës së Kosovës, e kam thënë dhe dua të përsërit. Albin Kurti, mënyrë hipotetike kam thënë atë, nëse e çon shtetin në zgjedhje nderuame, për shikuesit e ju, shumë respektum.
Albin Kurti ka me do këllaqin edhe me qeveri, që kjo ka ndorë dhe analizat tona profesionale ka ndorë sakta, dhe populli ka gjurnizu dhe sovranë, dhe tash Albin Kurti ka me do, po shpena kështu qëllë me zhargonit popullor me kuptu gjdo njeri dhe gjdo moshatar, me kuptu pse Albin Kurti ka shku në gjedhje dhe pse sovrani e ka dëmtu dhe e ka poshtërsue, si që ka dhënë 51 vota, 51% votave. Si do qopë, bërja e qeverisë, shpresoj, bashkë të me zgjedhje duhet të ullët të negocoj dhe të ndoj pushtetën dhe kullaqin. Dhe këtë duhet të kapërdi, duhet të kaloj këtë krizë dhe këtë kryenësisë duhet e Kurti mos të përdor, po duhet qoftë me PDK-n, apo me LDK-n, apo pse jo dhe AK-ja mund të bashkangjitë, po si do qoftë, o çështja e Kurtit është prapë në dorën e Kurtit se kënd do të afroj si partner për të kaluar 4 vite në qeveri. Dhe nëse mundon Albin Kurti prapë të pasoj opozitës, siç ka menduar dhe ka tentuar në zgjedhjet e kaluara ka të kohë dhe prapë do të gjyrnizohet nga sovrani nga populli, do të hub ende më shumë dhe kjo shumë të qartë. I ka hub zoti Kurti 9 mandate. Dhe kjo shumë është për një qeveri pej 50% ka rënë në 41%. Dhe kjo është shumë të qartë së dokument. Dhe për të aty në sande, për të kryenësisë zoti Kurti ende nuk ka kallëzuar një leadership si një politikan, po ne besoj që ka kallëzuar një mashtrues tipik klasik dhe nuk ju ka bind dhe nuk i ka respektuar sovranin dhe popullin dhe këto kushte dhe shpresoj që të thirrë mendën zoti Kurti, bëjmë marrëveshje politike dhe të ecim në tutje. Cilat janë skenarët më realist për formimin e qeverisë së re dhe me cilat parti mendoni se vetëvendosja ka më shumë gjasa që të ndërtojë një koalicion funksional nëse do të lindë nevoja? Ndërmume tash nëse shkojnë kështu, mbas numërimit të votave dhe besoj po nisën për një faktit që ka pas kështu fat polarizime se PDK-ja është në rendin e 2 dhe ka ma shumë vota dhe ma shumë mandate. Po shto këto faktit, incidentin e fundit, edhe televizion Juve ka parë dhe ka përcjell shumë mirë incidentin në komunën e Skenderajit me ushtarakun, zotin Samil Ushtakun me kryetarin e komunës Skenderajit dhe çumja e njësi speciale atje, duke përdorur policin, ma të mirë në Ballkan që e kemi dhe mburrimi me ta, duke përdor policin për një shuplak që ende nuk është konfirmuar nga ana e akuzës dhe nga ana ase e gjykatës, është e dashme dhe mund të bie reputacion i policisë pse përdor policin për çështje shumë rutinore. Ato ka mund të kryejnë edhe policia normal lokale aty, dhe jo të vinë ekstra njësia speciale e reagimit shpejt për të bërë në zhargon popullor, filma apo stila në sistemi këtu ka Prishtina dhe u kone dëshme dhe të nxjerrës njësit prej kampit Belverdere dhe të qojsh në Skenderaj atje, ditë për çka qohet njësia speciale atje, qohet për reagimet shpejta, nëse ka rast terroriste e jo për një luftëtar që është Samil Ushtako, po të qoftë e kaluar dhe shpresoj që Albin Kurti thirrë mendjes dhe po nisa për këto polarizimeve me PDK-n dhe ona tjetër e medaljes. Sa herë që ka dash zoti Kurti ju ka qu ftesa, besoj që ma shumë e ka pas preferuar LDK-n e Lomir Abdigjikut profesorit për ndonjë marrëveshje politike dhe i kam pas qoftë plan programet e përbashkët si pas Kurtit që i ka qu ato ftesa dhe e ka lut një farforme me LDK-n dhe për nisa për këtyne parimeve që në këtë formë besoj që ma të afërt si pas Kurtit, jo si pas jetonalimin, e ka pa LDK-n ma të për afërt dhe shpresojmë si po zhvillohen politikat një javën bëjmë, po njerë të certifikon rezultati zgjedhjen nga KQZ-ja dhe të shohim çfarë bisedime do të rrjedhin nga ona e bisedime mes liderëve të partijë politike në Kosovë. Po mira, ekziston mundësia që negociatat për qeverinë të zgjasin dhe që Kosova të përballet përsëri me një periudhë të zgjatur të ngërçit institucional? Ndërume, e thashën në shumë mirë, nëse Albin Kurti mundohet të bëj kalkulime politike dhe populizma dhe... Po mira, ai mund t'i bëj këto kalkulime politike? Po munde, po prap do të gjunizën populli si që ka gjunizuar me 9 mandate. Nëse qënë shtetin prap në zgjedhje, larga sojna, do të gjunizohet edhe 20 mandate tjera, po edhe 10 tjera ka shumë. Dhe kështu që kjo është e qartë, sovrani populli gjitha ndena po dim me votu tas, një njeri që ka pas 51% e përsëris prap, dhe nuk u kënë gjendje me kriju institucione dhe
me zgjedh çështjen e presidentit, ashtu siç i thash, besoj kjo është e qartë dhe nuk do një justifikim tjetër dhe çdo alternativë tjetër e zotit Kurti duhet aja postën e presidentit se ka votu sovrani për të pas gjitha se ndrohet shteti në një shtet korean verior dhe besoj që nuk kisha dash dhe nuk du asnjë lider politik në Kosovë të ketë të gjitha institucionet. Kaq. Dhe unë shpresoj se Albin Kurti duhet të thirrë mendjes dhe besoj që ka me thirrë mendjes dhe duhet aja postën e presidentës dhe të bëjmë marrëveshje politike dhe të esim matutje se peshojnë zhvillimet në Ukrainë, në Iran atje dhe Ballkani perëndimor mos jetë peng i armikut tonë shëkollor që është Serbia dhe politika Vučićit dhe me përkrahjen e Rusisë, sidoqoftë të mund të kenë ndonjë votër kriza, po nuk e besoj që amerikanët dhe europianët mund të ndodhë një santetit se investimi 20 e sa vjeçar në Ballkanin perëndimor për një kryenici zotit Kurti nuk do të lejojnë dhe nuk mendoj që të shkojmë asaj rrugës, po kjo është në dorë të Kurtit dhe nuk besoj se zoti Kurti e çon shtetin në zgjedhje. PDK ka ruajtur pozicionin si forcë dytë politike dhe madje ka shënuar një rritje të lehtë. Si e lexoni ju këtë rezultat dhe apo konsolidohet opozita si një alternativë më konkurruese në Kosovë? Po edhe PDK-ja e ka zhvilluar një fushat briljante shkëlqyeshme dhe ka ruajtur atë votuesit e vet, PDK-ja o stabile, bile ka pak rritje, shpresoj që edhe parti tjera, edhe Alianca për Ardhmën e Kosovë është rrit me ardhen e zotit Ardian Gjini në të parin e partisë, dhe LDK-ja me 5 mandate, të ka filluar gradualisht sovran të kuptoj se Albin Kurti sa ka qenë në opozit, sa ka kollë kryet qendrën dhe gjitha qytete me ato lloj protesta që ka bos agresive dhe me gazin lëcjes, të gjitha nuk i ka realizuar vetëm edhe Zajednica e ka mbet apo asociacioni shumica me në Komuna Sërbë për themeluar që është organ që duhet që është i votuar në Kuvendin e Republikës Kosovës dhe është obligim ligjor dhe shtetënor dhe nuk ka çare për e bo, por te aty me Albin Kurti me aneks marrëveshjen e orit e ka bosnizu Kosovën dhe këtë ju ka faturue edhe në vota, po edhe pse jo në politikë bërin e tira dhe besoj këtu i drut Albin Kurti, se ka hallin në atë zhargonin popullor edhe kret me u pushtetin ai mundon me populizma, po besoj tash sovrani ka kuptuar se Albin Kurti ka qenë një mashtrues klasik dhe asesi s'ka bo ato premtime si ka moj sa ka qenë opozit. Rezultati lartë personali i Vjosa Osmanit ka tërhequr vëmendje. Sa ndikim mund të ketë në zhvillimet e ardhshme dhe në raportet mes institucioneve? Po zonja Osmani besoj tash u kthye në shtëpinë e vet dhe e dim shumë mirë sa ka qenë në të parën e presidentës ato marrëdhëniet me zotin Kurti, pa ato janë të kaluara dhe shpresoj që të jenë të fundit dhe mos përsëritet ai gabimi i zonjës Osmani se do të ishte fatalitet dhe kapitullimi i saj në politikë. Unë mendoj se zonja Osmani ka shkëlqyer në gjatë fushatës në llogën e LDK-s dhe ishte koha e shkurtër apo timingu besoj që nuk ka mujt me jep ende sa ka fuqi dhe sa ka shumë perspektivë në sovran në popull, ishte vizita që kishte në zvistër e të jë, që gradualisht ka filluar të kthehet edhe sovrani me to, dhe besoj që në një të ardhme, besoj që zonja Osmani duhet të kthehet ende më fuqishëm, po ja pra është mbetet në çështjen e sovranit se çysh do të votohet e të jë në zgjedhjet e ardhshme, sidoqoftë, unë mendoj se një politikë e shëndosh dhe kthyrja e LDK-s Albin Kurti ju kalkulon karrika dhe besoj këto është kjo pozita kryeministit për të qenë si kryeministër është e fundit dhe nuk besoj që me themelimin e Zajednicës Albin Kurti kapitullon në politikë, siç kemi thonë dhe besoj vetëm ai ka mbet dhe s'ka më çka del para popullit kur themelos Zajednica dhe këtë ka hallin Albin Kurti dhe jo askund tjetër. A mund të shërbej populariteti i presidentes si faktor stabilizues në një periudhë të mundshme negociatash të vështira politike? Po, çështjet e bisedimeve të negociata besoj do të jenë vështira, por duhet të kapërdin, duhet të kalojnë edhe këtë test shumë të vështirë dhe Albin Kurti duhet të shërbe, duhet të jep postin e presidentit dhe të qetësohet edhe situata dhe mos ketë populizma dhe mos ketë kalkulime politike. Dhe çdo formë tjetër, çdo për te një marrëveshje politike shteti shkon në humner dhe regres dhe për shumë ekonomia dobët
pa marrë parasysh që ka shpërndan të farë sociala, këto një u ka dhënë nga 100 euro studentave, pensionera, po shporta shqiptare është zvogluar. Për para me 100 euro ke ble 4-5 sene, tash i blin 3 sene, apo edhe një. Si do qovë, unë mendoj që shporta shqiptare dhe qytetari është dëmtu shumë me këto zgjedhjet, me këto harxhime, me këto shpenzime, vendet që shpenzohen ato 11 milion euro për zgjedhje sa në shkuje, ka qu Albini ka qu shtetin në zgjedhje me 50%, vend që këto mjetë të përdoren për politika sociale dhe mënyra tjera, ka mjaft ku mi harxhu Kosova të mjete, i ka harxhuar në komisioner, në vëzhgues të zgjedhjeve, dhe kjo është e dëmshme dhe kapitolim për Albin Kurtin. Dhe ja pra, Sovrani që unë nëzoj, po përstëri sërë, për këto është rezultati, kur të lunë ti në Sovran me poplën, dhe ti bën kalkulime s'ki qafret tjetër, dhe shpresoj që thirë mendën dhe Albin Kurti dhe themelin sa ma shpet institucionet dhe mos bojnë matuti kalkulime se vetëm institucionet në bitë Kosovë po dëmtohet shteti, qoftë në arenën e jashtme, po dhe në brendshëm me këtë politikë shumë keqe dhe shumë dëmshme për shtetin dhe për institucionet në bitë Kosovës. Numrimi i votave të diasporës ende nuk ka përfunduar, historikisht diaspora ka patur një peshë të konsiderueshme në rezultatet zgjedhore. A prisni që këto vota të sjellin ndryshime domethënëse në shpërndarjen e mandateve? Apo do t'jetë paka shumë i njëjti konfigurim? Po, e nderuar të duke marrë parasysh gjatë votimit të zgjedhje një pjesë të tyne për fatkeq kanë dalë edhe jo të vlefshme se s'kan ditë të njëjtë procedurat për të votuar, se ka do lloj kritere do regla nga KQZ që ju ka qitë atyneve dhe shumica për ty një pjesë 10-15% apo 20% kanë shku në dom dhe nuk janë llogaritur si votat valide. Dhe shto këto faktin që tash edhe opozita, PDK dhe LDK-ja e kanë kthyer Sovranin edhe në jashtë, në mërgatën tonë, si asetin tonë kombëtar, besoj e ka bot vetën se nuk mund t'i merë Albin Kurti të gjitha ato vota. Po dhe mënyrë hipotetike, nëse i merë të gjitha ato vota, nuk besoj që do e rrit as shumë vota e mërgatës. Si do që tjetë, besoj ato vota do ndahen në LDK dhe në VV dhe në PDK edhe pak në AK, dhe besoj a do t'ket një mandat në hipotetike Albin Kurti ma shumë, apo 2 maksimum, nëse merë shumicën e vota, po shprejna kështu, që është shumë është rëndë thua që mund t'i merë mandatin e dytë, po ja pra të shumë në mbas numrimit të votave edhe nga Margata me kusht ETJ dhe do në verifikon është një procedurë e veçantë për këto votat Margatës dhe me nevojat posaçme ETJ dhe kur bëhet numrimi i gjitha dhe certifikon zgjedhjet nga KQZ-ja, atëherë dim rezultatin dhe kemi një gjendje reale se sa kanë votuar Sovrani, Albin Kurti apo e ka gjenizuar sikur brenda Kosovës dhe e dim shumë qartë. Po nuk besoj që zoti Kurti pa marrëdhënie politike mund të matutje me ndonjë parti politike në Kosovë. Çfarë tregon përfshirja e gjithnjë më e madhe e diasporës për raportin e saj me zhvillimet politike në Kosovë? Çfarë tregon? Po nderuar tash unë kam thonë edhe në emisione tjera, edhe në Kosovë dhe çdo kohë tjetër se Margata duhet t'i çojë njerëzit e vet për të votuar dhe për t'i përfaqësuar denjësisht dhe jo shkojnë liderët e parti politike atje që dhënë fjalë shumë miradije, shumë mëdha, anë në fakt kur të vinë këtu me marrë shërbime, qoftë një misi në punën ndërmjetëse për vazhdime e pasaportave, shtetësisë, letërnjoftimit, patent shoferme dhe nuk i bojnë hesap për shprehjen këtë qëllimisht, vetëm mi përdor sa për fjalë llaf dhe me arë këtu në sheshe, me lujt valle, sa për sy e faqe, me dal mi abo, me dorë mi përshëndet, besoj që kjo është e dëmshme dhe tushme nga politikanët si është Albin Kurti, si shi manipulon asetin tonë kombëtar dhe ata nuk e din realitetin tonë Kosovë, nuk jetojnë. Dhe une nuk isha dash një mërgjimtar me mazgjedh mu një kryeministër që shëdo këtë atyne me shkuna për Kosovë me javzgjedh një kryeministër të atë ishte ku jeton. Dhe për te atyneve, besoj që është të dëmshme ja pra ligje dhe kushtetut ja lejon në rregull, po nuk duhet bojnë asi kalkulima, asi populizma, se dimë çka ka bo Albin Kurti për para dhe çka më përta, shifën dhe ka një pjesë të tyre të madh të paknaqur, po e kemi aset kombëtar dhe që po manipulon është ndërgjegjen e Albin Kurti dhe politikanë. Une kam thonë se
Morgata çdo kënd, cilla parti duhet t'i çojë njerëzit e vet mi përpasu komandën e Kosovës dhe në komandën komunale. Dhe jo të bojnë politika të dëmshme, sa për sy e faqe njëherë 4 vjet shkojmë atje dhe të shkojnë t'ju japin entuziazëm dhe t'ju japin fjalë miradjet noje kur të vinë këtu si apqelin as zyret atë që ka ndalë në opinione që i ka një moral Albin Kurti dhe kur ka artë puna si ka prinë zyre vetëm e vetëm për çështjen për të marrë votës dhe përdorën si një lesë që është e dëmshme dhe se shteti jonë pa Morgatën është mangët dhe gjithmonë do t'jetë e mangët pa Morgatën, pa sentin të kombëtar, po ja pa Albin Kurti po din dhe pi manipulon në atë mas atë Morgatë që nuk është dashur ashtu. Pas certifikimit të rezultateve, sfida e parë do t'jetë konstituimi i kuvendit. Sa komplekse parashikoni ju këtë proces në kushtet aktuale politike? Po tak, nëse jemi këto rezultate dhe mund të ketë lëvizje të mandateve 1-2, besoj se Albin Kurti u tha edhe merret e nderuar se nuk besoj që mund ta bëjë qeverinë vet. Po dhe mënyrë hipotike, nëse mund të më bëjë qeverinë vet, ti ketë 61 mandate me minoritetet e tjera e ushimisë, besoj prapë është kruciale çështja e presidentit. Dhe jo rastësisht tash duhet bëjmë marrëveshje politike se duhet 80 mandate për zgjedhjen e presidentit dhe shpresoj mbas zgjedhjes së këtij presidenti, të jetë presidenti apo presidenti i fundit që zgjedhet me marrëveshje politike, po mbas 5 viteve të bëhen modifikimin në Kushtetutën e Mbikëqyrjes së Kosovës, që presidenti i jashtëm të zgjedhet nga sovrani, nga populli, siç e kanë gjithë shtetet e Ballkanit Perëndimor, Maqedonia, Mali, Zjetëja, veç Kosova dhe Shqipëria kanë me marrëveshje politike që ka përdomton politikën edhe në Kosovë, edhe Shqipëria atje për interesat tyre dhe unë mendoj që duhet filloj edhe modifikimi i Kushtetutës mbas zgjedhjes së presidentit apo presidentit të Kosovës dhe tjetë i fundit ky dhe nuk besohet që Kosova ka këtë luks të bëj kalkulimin politik dhe e dim edhe marrëveshjet ndërkombëtare. Pa 80 vota nuk mundet më të kalu ato marrëveshjet, si që në IPA dhe shumë marrëveshje tjera që thithin fonde gjithë vendi Ballkanit Perëndimor, edhe Kosova është pjesë e tyre dhe dojnë marrëveshje politike për këtë situatë, për këto gjëra e jo të bëj Albin Kurti ndon politikës, kalkulim politike, mos bëjmë marrëveshje dhe mundohet të faqsoj opozitën dhe prap do gjyrnizohet çdo formë tjetër, larg asaj dhe larg qoftë shkumja e shtetit të Republikës Kosovës prap në zgjedhje për kryesininë e zotit Kurti. Zoti Alimi, faleminderit që ishit me MCN Informacion. Kënaqësi, faleminderit juve. Edhe njëherë faleminderit, ne shkojmë shkurtimisht në reklama, kthehemi për pjesën e fundit që i takon sportit.